Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ju ftojmë në këto momente të shoqëroheni me emisionin Litanit e Zojës së Bekuar. Sot në këtë emision do të ndalemi tek një nga titujt më të dashur, Nëna e Kulluar. Në një botë ku papastërtia dhe tundimet janë bërë të zakonshme, kur shpirtrat e rinj shpesh bien në rrjedhën e mëkatit, përpara se të kenë mundësinë të kuptojnë të mirën dhe të keqen, ekziston një dritë shprehse. Zoja e bekuar, Nëna e kulluar. Ajo e përzgjedhur nga Zoti për të mbajtur Jezusin, na tregon rrugën e pastërtisë së shpirtit dhe të trupit. E në këtë emision, ne do të ndalemi tek virtytet e humbura të pastërtisë, sulmet e djallit të papastërtisë dhe fuqinë e lutjes, sakramenteve dhe devocionit ndaj zemrës së kulluar të Marisë, për të mësuar si të jetojmë me shpirtra të pastër dhe zemra të devotshme ndaj Zotit. Një virtyt i humbur. Lum ata që kanë zemër të pastër, sepse do ta shohin hyjin, tha Zoti ynë, lexojmë tek Mateu Ungjilltar 5:8. Sot shumë pak njerëz kanë një pamje të qartë të hyjit, sepse bota është bërë kaq e papastër, e pamoralshme dhe e paturpshme. Atësa në fillim të viteve 1900, Zoja e bekuar i zbuloi të lumes Jacinta Marto se shumica e shpirtrave që dënohen për mëkatet e papastërtisë, qoftë në mendim, fjalë apo vepër. Na shkon mendja edhe te Amelia, shoqja më e madhe e Lucia dos Santos, Francisco Marto dhe Jacinta Marto në Fatima, e cila kishte vdekur rreth moshës 18 vjeçare, dhe Zoja e bekuar zbuloi se ajo do të vuante në flakët e purgatorit deri në fund të botës. Hetime të kujdesshme treguan se kjo ndoshta ishte për ndonjë mëkat papastërtie, për të cilin ajo kishte qenë fajtore, por që e kishte rrëfyer. Na kujton gjithashtu zbulimin që ju bë nënës Mariana në Quito, të cilës ju shfaq Zoja e suksesit të mirë dhe Zoti ynë. Nën Mariana pas Zotin ton duke filluar agoninë e tij dhe dëgjoi zërin e atit të amshuar që thoshte: "Ky ndëshkim do të jetë për shekullin e 20. Ajo pa 3 shpata të varura mbi kokën e Krishtit. Në secilën ishte shkruar: do të ndëshkoj herezin, blasfemin dhe papastërtin. Me këtë, asaj i u dha të kuptonte gjithçka që do të ndodhte në këtë epokë." Duke gjurmuar rënjët e mëkati fillestar, mëkati fillestar, përveç se erson arsyen dhe dobëson vullnetin, i ka lënë njeriut si trashëgimi të dhimbshme, një prirje të fortë drejt së keqes. Kjo prirje, si një myk, ushqehet në çdo pjesë të jetës njerëzore, por lulëzon dhe forcohet veçanërisht në fuqitë gjenerative të organizmit njerëzor. Djalli i papastërtisë. Demoni i papastërtisë sulmon njeriun shumë para se ai të mund të përdor arsyen e tij, dhe sulmon si një shqipoj në ligë për të gjuajtur mbi të, para se ai të di të dallojë të mirën nga e keqja. Ai prek sipërfaqen e kuriozitetit të njeriut, e të ndon drejt mendimeve, fjalëve dhe veprave të liga. Sipas fjalës së shenjtë, ai thërret 7 djaj më të këqij se vetja, thërret shok më të vjetër, më të mëdhenj dhe më të rrezikshëm. Ai grumbullon grupe të vogla për të treguar histori të liga, përdor gjuhë të ndyra, para se në fund të guxojë dhe sfidojë të pafajshmit për të bërë të keqen.
Asnjë ratisje, asnjë strehë e sigurt. Sot papastërtia sulmon fëmijët nga çdo anë. Televizioni, interneti, filmat, pankartat, moda, zakonet e veshjes së përditshme. Kudo që kthehesh e gjen duke të shikuar pa turp. Kështu shumë djemë dhe vajza zhytën në banjët helmuesi të papastërtisë, përpara se të numrohen vitet e tyre, dhe kështu të iniciuar bie në vetë rrjedhën e mëkatit, nga e cila asgjë tjetër përveç një mrekullie të hirës hyjnore nuk mund t'i shpëtoj. As një vend, as një gjendje jete, as një mosh nuk duket e lirë nga efektet e saj të sëmura. Qyteti dhe fshati, të lartët dhe të ultit, të rinj dhe të moshuarit, të gjithë tërhiqen nga dëshira dhe praktika e papastërtisë. Ajo organizohet në çdo komunitet nga agent të Satanit dhe shfaq tërheqjen e saj të ndritshme në rrugë dhe vende publike. Asnjë mëkat nuk shkakton më shumë plagë në shpirt se sa papastërtia. Joshjet e saj gjenden në takime shoqërore dhe biseda. Ajo është si një siren që ma gjeps zemrat e të gjithëve. Shumë beteja, pak fitore. Për papastërtinë shkroi Shën Augustini se në të gjitha përballjet me të cilat përballet një krishter, kur është në lojë papastërtia, betejat janë të shpeshta dhe fitore të ralla. Për më tepër, djalli i papastërtisë nuk pushon kurrë, nuk relaksohet kurrë, nuk ndalet kurrë, nuk vdes kurrë. Ai tundon dhe turturon dhe ndalon tundimet e tij vetëm në vdekje. Kjo në fakt është një nga mendimet më ngushëlluese për vdekjen. Nëse ai është fundi i jetës, ai është gjithashtu fundi i tundimit. Por përgjigja nuk është dëshpërimi, as situata nuk është krejt e pa shpresë, sepse njeriu i pajisur me vullnet të lirë mund të ndihmoj veten, madje edhe në mënyrë natyrale. Ai mund të ketë mendime të pastra, lexim të pastër, shikime të pastra dhe një mjedis të pastër. Përvoja tregon se kur shikon poshtë, gjithçka që sheh është pluhur, baltë dhe papastërti. Por kur shikon lart në qiell, sheh qiell blu, diell dhe të borë të bardhë mbi majat e maleve të paprekura. Kur ngrit sy drejt kodrave, sheh gjithmonë bukuri. Kështu është gjithmonë deri në atë pikë sa një shpirt i pastër do të jetë gjithmonë i mbështjell në një trup të pastër. Këto janë ndihmat natyrore. Burimet dhe ndihmat hyjnore për pastërtinë. Në rendin mbi natyror, lutja është mjeti i parë për ruajtjen e pastërtisë, sepse lutja është bashkim me hyjin, është të shohësh hyjin, dhe hyji tha se të pastërtit të zemrës do ta shohin atë. Më pas vjen marrja e shpeshtë e sakramenteve. Duaji studimin e shkrimit të shenjtë ishte këshilla e Shën Jeronimit dhe nuk do ta duash zërin e mishit. Së fundi mërzia ka mësuar shumë të këqija dhe ishte Shën Jeronimi që këshilloi: bëj ndonjë punë që djalli gjithmonë të gjejë të zënë. Ndihma e nënës më të kulluar. Për më tepër, hyji ka dhënë njeriut një nënë të mrekullueshme në Marin. Ajo kaloi në çdo fazë të jetës njerëzore, fëmijë, vajzë, virgjër, grua dhe nën. Dhe edhe pas 2000 vitesh, bota e lavdëron dhe e thërret me titullin më të bukur, më tërheqës dhe më hyjnor që njihet, sepse e thërret nën dhe sikur kjo të mos i mjaftonte, ishtën fjalët më e kulluar. Ky është një krijem i veçantë i krishtërimit. Origjina e gjithë lavdisë dhe nderit që i është dhënë pastërtisë së jetës, veçanërisht trupore, është fakti se Maria ishte aq e kulluar sa Jezusi zgjodhi të lindte prej saj.
Pastërtia e plotë e Marisë. Kisha e shenjtë në meshën për zemrën më të kulluar të Marisë i aplikon asaj këto fjalë nga libri i urtësisë. Asnjë gjë ndotur nuk hyri tek ajo. Ajo është shkëlqimi i dritës së përjetshme dhe pasqyra e papërlyer e madhështisë së hyjit dhe imazhi i mirësisë së tij. Maria u rujt jo vetëm nga mëkati fillestar, por edhe nga mëkati më i vogël apo çdo papërsosmërie. Kjo është doktrina e kishës, siç është shprehur nga Këshilli i Trentos. Nëse dikush do të thotë se një person, pasi është drejtuar, mund të shmangë gjatë gjithë jetës të gjithë mëkatet, edhe më të voglin, përveç se me një privilegj të veçantë të hyjit, siç mban kisha për vizhën e bekuar, le të jetë anatem. Shumë para Këshillit të Trentos, një shenjtë kishte shprehur besimin e kishës me këto fjalë të bukura: vetëm ti o Zot dhe nëna jote, vetëm ju jeni të shenjtë plotësisht, sepse tek ti o Zot nuk ka njoll, asnjë defekt tek nëna jote. Rinia e virgjës dhe virtyti. Mungesa e mëkatit është vetëm elementi negativ në shenjtëri. Duhet shtuar elementi pozitiv i virtytit dhe i përparimit shpirtëror. Edhe pse gjithmonë e mbushur me hirin hynor, Virgja e bekuar mund dhe e zhvilloi shenjtërinë përmes bashkëpunimit të saj besnik me hirin. Drita dhe shkëlqimi i jetës së saj të shenjtë ishin si dielli që nxitohet drejt kulmit të tij të mesditës. Ku nuk ka errësirë, ka dritë, por drita mund të shtohet në intensitet. Ku nuk ka sëmundje, ka shëndet, por shëndeti mund të rritet në forcë dhe gjallëri. Kështu ishte përparimi në nënës së bekuar të hyjit, që nga dita në ditë dhe nga ora në orë, ajo pasqyron të më shkëlqyeshëm dritën e përjetshme dhe shpreh të më qartë dhe më në mënyrë të veçantë imazhin e mirësisë së tij. Devocioni i pastër. Kur Jezusi pa nënën e tij dhe dishepullin që ai donte, i tha nënës së tij: "Grua, ja yt bir." Sepse Jezusi e do shpirtin, ai e dorëzon atë në kujdesin e nënës së tij, duke i thënë ta trajtojë atë shpirt si fëmijën e saj. Dhe një fjalë e tillë e besimit nga Jezusi është ligj për Marinë. Dhe dishepullit që ai e donte, i tha: "Ja nëna jote." Shikoje si nënën tënde, trajtoje si nën dhe prit nga ajo butësinë, dashamirësinë dhe dëmshurinë që përvoja tregon se mund të pritet nga zemra e një nëne. Devocioni ndaj zemrës së pastër të Marisë është për këtë arsye devocion ndaj zemrës maternale të Marisë, kësaj zemre që përqafon me dashuri më të gjerë se oqeani të gjitha shpirtrat, për të cilët Jezusi vdiq për t'i shpëtuar. Ashtu si devocioni ndaj zemrës së shenjtë Jezusit do të thotë devocion ndaj atij që është i dashuri më i madh i njerëzimit, po ashtu devocioni ndaj zemrës së Marisë do të thotë devocion ndaj asaj që na do me butësinë e një nëne. Zemra e shenjtë e Jezusit. Ne flasim zakonisht për zemrën e shenjtë e Jezusit, zemrën që është e shenjtë në mënyrë të papërshkrueshme, sepse është zemra e fjalës së mishëruar. Zemra e tij është e shenjtë me shenjtrinë e pakompromentuar të hyjit, sepse në të vërtetë është zemra e vetë hyjit. Ajo është e shenjtë sepse është shenjtëzuar përmes bashkimit me hyjnin, sepse atë e vulosi hyji atë. Lexojmë tek Gjoni Ungjilltar 6:27. Zemra e kulluar e Marisë. Shumë njerëz mund të kujtojnë devocionet e majit kur këndojnë himnin, o më e kulluar nga të gjitha krijesat. Për shumë veta, kur dëgjojnë fjalën më e kulluar, pa marrë parasysh për çfarë bëhet fjalë,
ata instiktivisht mendojnë për Zojën e bekuar. Tani zemra e Marisë është e kulluar dhe e pa përlyer, sepse është e shenjtruar, më shumë se çdo zemër tjetër, nga banimi i Shpirtit të Shenjtë, duke e bërë atë strehje në zemrën së shenjtë dhe të shenjtruar hynore të Jezusit. Kisha katolike për këtë arsye i jep për respekt të pakufizuar zemrës së nënës, sepse ajo ishte strehë e birit. Maria është tabernakull i papërlyer, vendi toksor i përgatitur për birin e hyjit. Zemra e pastër e Gjonit Apostull. Ishte në kryq të Kalvarit kur zemra e pastër e Jezusit i dha nënën e tij të pastër, Marisë, Gjonit të pastër dhe të virgjër, apostullit të tij të dashur. Në momentet e tij të fundit, Jezusi i jep asaj një zemër amnore për ata që ai i do. Ajo urdhërohet të shikojë si birin e saj, dishepullin që Jezusi e do. Nëse shenjtrit kanë përshkruar me butësi për shpirtrat njerëzor edhe kur ishin të përfshirë në mëkat, vetëm se Jezusi i do, sa më e madhe duhet të jetë butësia e zemrës së Marisë për fëmijët e Krishtit. Sa i madh duhet pra të jetë besimi ynë në dashurinë e saj amnore për ne. Duhet të jemi të pastër për ta pranuar Marinë si nënën tonë. Kujtoni se nëse Maria mori një komision të veçantë nga buzët vdekjeprurëse të Jezusit për të parë si fëmijë ata që ai i do, edhe ne kemi marrë një komision nga ai për të parë dhe trajtuar atë si nën. Pas kësaj, ai i tha dishepullit, janë nëna jote, dhe na tregohet se si veproi shëngjoni, që nga ajo orë dishepulli e pranoi tek vetja e tij. Ajo u bë pjesë e jetës së tij të përditshme dhe më pas u bë si një nën në shtëpinë e tij. Ashtu duhet ta pranojmë edhe ne Marinë në jetën tonë të përditshme. Ajo duhet të kujdeset për shtëpinë tonë shpirtërore, të mbikëqyr punët e shpirtit tonë, që është shtëpia ku sundon hyi. Në atë pallat të brendshëm, jeta e zënë me lutje, adhurim dhe devocion duhet të vijë në mënyrë të rregullt, ashtu si në një shtëpi të rregullt. Në orët e hershme të mëngjesit ndodh ngjarja më e lartë e ditës, vizita e Zotit dhe Zoti të pallatit. Me të vjen drita dhe gëzimi, drita dhe fuqia dhe ngushëllimi. Ai vjen për të dhuruar puthjen e paqes, për të na përqafuar në zemrën e shenjtë dhe për të na treguar dashurinë e tij. Të dish këtë dashuri është fakti më i lartë për secilin prej nesh. Të jesh i sigurt për këtë dhe ta përjetosh këtë realitet është religjion, është paqe në tokë dhe është thelbi i parajsës, sepse parajsa do të thotë realizimi i përkryer që hyi të do ty. Të pastër brenda dhe jashtë. E gjithë bota urrejnë ose duhet të urrejë çdo gjë të ndotur, të përlyer dhe të papastër. Autoritetet shëndetësore kudo zhvillojnë një luftë propagande për të shuar ushqimin e papastër, ajrin e papastër, ujin e papastër, dhe kjo kryesisht për shkak të instiktit natyror për pastërtinë, që është afër shenjtërisë. Tani e gjithë kjo është e mirë, është shumë e mirë dhe megjithatë është shumë sipërfaqësore. Është pak më shumë se pastrimi i jashtëm i filxhanit dhe i pjatave, sepse në analizën përfundimtare e vetmja pastërti që ka rëndësi është pastërtia e shpirtit, që bën njeriu të ngjajë me hyin dhe me Marinë, e cila siç e shpreh aq bukur Shën Toma, pas vet hyjit është më e kulluara. Pas hyjit ajo është gjithçka që është mbi të gjitha e mirë, e papërlyer dhe e bukur. Të ngjashëm me Krishtin. Besimi është se në pamjen fizike, Jezusi dukej si Maria, për shkak se gjithë mishi i tij vinte vetëm prej saj.
Nga ana tjetër mund të themi se Maria dukej si Jezusi. Jo vetëm që dukej si ai, por ishte më e ngjashme me të se çdo krijesë tjetër. Është një e vërtet fizike se bashkëshortët që jetojnë bashkë për vite të tëra, gradualisht ngjasojnë fizikisht me njëri tjetrin. Vitet e gjata të bashkëjetesës, të menduarit për të njëjta gjëra, të pasurit të njëjtave interesa, të dashurisë dhe të mbështetjes reciproke, i bëjnë ata jo vetëm të ngjashëm në shpirt, por gradualisht eliminojnë karakteristikat të ndryshme të fytyrës. Duke marrë parasysh bashkëpunimin fizik dhe shpirtëror të Jezusit dhe Marisë, ky mendim mund të zhvillohet pafundësisht. Kush ka qenë aq i afërt sa ata? Ai shpenguesi, ajo bashkëpunëtore e tij. Ajo nuk kishte asnjë vullnet tjetër përveç se të bënte vullnetin e tij. Ne kur nuk mund të heqim velin që fsheh nga sy tan vitet e fshehta në Nazaret, por nuk kërkohet shumë imagjinat për të parë shkëmbimin e tyre të mendimeve, shenjat e dashurisë reciproke dhe bashkimin e tyre të ngushtë, të dy duke menduar vetëm për lavdinë e hyjit dhe shpëtimin e shpirtrave. Por Jezusi, ai që është i gjithpastër, nuk mund të duronte një bashkëpunim të tillë me të, përveç nëse ishte me atë që ishte më e kulluar. Ajo pastërti duhej të ishte e tillë, që dhe ai të donte ta shikonte. Ai e bëri ato më të kulluar në momentin e krijimit të saj, dhe kur erdhi tek ajo për të u lindur prej saj dhe për të jetuar me të, ai vazhdoi të shtonte atë pastërti, duke e bërë gjithnjë më shumë të ngjashme me vetveten, me çdo ditë që kalonin së bashku. Fjala e kishës. Kisha e shenjtë nën, në meshën për zemrën më të kulluar të Marisë, i aplikon asaj këto fjalë nga libri i urtisë. Asnjë gjë e ndotur nuk hyri tek ajo. Ajo është shkëlqimi i dritës së përjetshme dhe pasqyra e papërlyer e madhështisë së hyjit dhe imazhi i mirësisë së tij. Maria u ruajt jo vetëm nga mëkati origjinal, por edhe nga më i vogli gabim dhe çdo papërsosmëri. Rritja në shenjtëri. Mungesa e mëkatit është vetëm elementi negativ në shenjtëri. Duhet shtuar elementi pozitiv i virtytit dhe përparimit shpirtëror. Edhe pse gjithmonë e mbushur me hirin hynor, vajza e bekuar mund dhe u rrit në shenjtëri përmes bashkëpunimit të saj të besueshëm me hirin. Drita dhe shkëlqimi i jetës së saj të shenjtë ishin si dielli që nxitohet drejt dritës së tij në mesditë. Ku nuk ka errësirë ka dritë, por drita mund të rritet në intensitet. Ku nuk ka sëmundje ka shëndet, por shëndeti mund të rritet në fuqi dhe vitalitet. Kështu ishte përparimi nënës së bekuar të hyjit, që ditë pas dite dhe orë pas ore, ajo pasqyronte më shkëlqyeshëm shkëlqimin e dritës së përjetshme dhe shprehte më qartë dhe në mënyrë të veçantë imazhin e mirësisë së tij. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë.
Loto për ne. Nëna e Krijuesit, Loto për ne. Nëna e Shëlbuesit, Loto për ne. Virgjëra e nderueshme, Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar, Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme, Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme, Loto për ne. Virgjëra besnike, Loto për ne. pasqyrë drejtësie, Loto për ne. selia e dijes, Loto për ne. shkaku i gëzimit ton, Loto për ne. visari përshpirtshëm, Loto për ne. visari nderueshëm, Loto për ne. visari zgjedhur për shpirtërie, Loto për ne. drandofilja e mrekullueshme, Loto për ne. kulla e Davidit, Loto për ne. kulla e Fildisht, Loto për ne. shtëpia e artë, Loto për ne. arka i beslidhjes, Loto për ne. dera i qiellit, Loto për ne. ylli i mëngjesit, Loto për ne. shëndeti të sëmurve, Loto për ne. streha e mëkatarve, Loto për ne. ngushëllimi të pikluarve, Loto për ne. ndihma e të krishterëve, Loto për ne. mbretëresha e engjëve, Loto për ne. mbretëresha patriarkëve, Loto për ne. mbretëresha e profetëve, Loto për ne. mbretëresha e apostujve, Loto për ne. mbretëresha e dëshmorëve, Loto për ne. mbretëresha e dëshmitarëve, Loto për ne. mbretëresha e virgjërave, Loto për ne. mbretëresha e të gjithë shenjtërve, Loto për ne. mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm, Loto për ne. mbretëresha e ngjitur në qiell, Loto për ne. mbretëresha e shenjtës ruzare, Loto për ne. mbretëresha e paqes, Loto për ne. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Na fal ne o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Dëgjona ne o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Ki mëshirë për ne. në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna i hyjt, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, zoja jonë dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përmëndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ndërsa përfundojmë këtë udhëtim shpirtëror, le të kujtojmë se pastërtia e vërtet fillon nga brenda. Një zemër e pastër që reflekton dritën e hyjit dhe pasqyron virtytet e nënës më të kulluar. Maria, tabernakulli pa përlyer i birit të hyjit, na mëson se bashkëpunimi me hirin e Zotit dhe devocioni ndaj saj janë rruga për të bërë më të ngjashëm me Krishtin. Në një botë të mbushur me tundime, le të zgjedhim pastërtinë e shpirtit dhe të jetojmë me besim, dashuri dhe shpresë, duke pasur Marinë Sinan, udhërë fyese dhe mbrojtëse të çdo zemre që kërkon hyj.